Përshëndetje dhe mirë se erdhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Pas një lajmi të rëndësishëm për diplomacinë e Kosovës, njohja nga Sudani, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani flet për rëndësinë dhe impaktin në përpjekjet e vazhdueshme për njohje të reja ndërkombëtare. Në intervistën për Radio Televizioni 21, ajo gjithashtu ndalet te raportet me qeverinë e Kosovës, qëndrimi mbi tarifat ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe sfidat që shteti po përballet në arenën ndërkombëtare dhe atë të brendshme politike. Bisedën e zhvilloi Arber Vlahiu. Presidente Osmani, faleminderit shumë që ndatë kohën në Radio Televizionin 21. Faleminderit juve. Jeni këtu në Antalya, në forumin diplomatik të Antaljas, keni patur një numër takimesh. Mesin e krejt asaj ka ndodhur dhe një njohje nga Sudani. Pra më thoni, çka ndryshoi kursin pas 4 vjetësh, me qenë se ka mbi 4 vjetë që Kosova nuk ka pas një përparim në procesin e njohjes, në procesin e ndërkombëtarizimit saj? Nuk do të thoja që kursi është ndryshuar tani, është thjesht rezultat i një pune disa vjeqare edhe e jona edhe e aleatëve tonë, sepse këto janë procese shumë komplekse që në shumicën dërmuese të rasteve nuk japin rezultatet e tyre me njëherë. Mua më kujtohet disa prej njohjeve për të cilat atëherë kur punoja me presidentin Sejdiu në vitin 2008, patëm filluar përpjekjet qysh me njëherë pas pavarësisë, por ato vinin tek pas 10 vitesh, pra është rezultati shumë pune, shumë angazhimi, shumë njerëzve për gjatë viteve dhe mbi të gjitha i një mbështetje të aleatëve tonë, në rastin konkret, si që dini kemi një mbështetje të madhe të Republikës së Turqisë, të presidentit Erdoğan, i cili personalisht ka ndihmuar në procesin e njohjeve edhe kur ishte kryeministër, edhe tani si president, dhe në takimin që e kisha me të, ne diskutuam shumë konkretisht cilat shtete janë më afër, për planin tonë të përbashkët edhe për, jo vetëm për këto ditë, por edhe për muajt dhe vitet në vijim, prandaj dua sërish ta falenderoj për këtë ndihmë të madhe që po jep popullit të Kosovës, i cili është jo vetëm në fushën e mbrojtjes dhe ekonomisë, por edhe të konsolidimit të mëtejmë të subjektivitetit tonë ndërkombëtar, sepse njohjet janë proces i rëndësishëm, ato ndihmojnë pastaj edhe drejt antarësimit në organizata ndërkombëtare dhe ja largojnë Kosovës nga supet një barë të madhe dhe na lejon pak a shumë të hapim kapitull i ri tani të bashkëpunimit me shtete që lidhen me ekonominë, me arsimin, kulturën, turizmin e shumë fushat të tjera. Tani me Sudanin kemi punuar shumë vite me radhë, njëjtë siç kemi punuar edhe me Kenjan, me presidentin Ruto, dhe pastaj në fund njohja është si kulmim i një pune të gjatë. Sudani e kishte vullnetin që ta bëjmë publike njohjen dhe dakordimin për marrëdhënie diplomatike këtu sa jemi në Turqi. Mirë po ne kemi arritur dakordim edhe me shtetet e tjera sa jemi këtu, po jemi dakorduar që procesi të formalizohet në vijim, të cilat nuk do doja që ti përmend këtu për shkak se është me rëndësi që mos t'i rrezikojmë ato procese. Takimesh edhe në mesin aty në takimeve, duke sikur kishte një përparim me disa prej këtyre shteteve, përfshirë këtu edhe Sirin, që duke sikur është për herë të parë që mund të bëhet një përparim në përpjekjet e njohjes. Kemi pasur një takim të shkëlqyeshëm me presidentin e ri të Sirisë, që tani është shtet i lirë, dhe natyrisht edhe me ministrin e punëve të jashtme të këtij shteti. Populli i Sirisë ka vuajtur për një kohë tepër të gjatë dhe ndaj këtij populli është kryer gjenocid, krime lufte dhe krime të llahtarshme, deri edhe tek armët kimike që janë përdorur ndaj fëmijëve nga regjimi Bashar al-Assadit. Ne si institucione nuk kemi kërkuar marrëdhënie diplomatike asnjëherë me atë regjim. Mirë po tani me institucionet e Sirisë së lirë, natyrisht që shpresojmë që ky proces të konsolidohet dhe të përfundohet sa më parë. Ne tashmë e kemi një plan përpara të dakorduar dhe shumë shpejt si president do të ecim përpara me veprime konkrete, por nuk është shteti vetëm, ka edhe shtete të tjera me të cilat ka që një kohë që e kemi ofruar shumë procesin dhe tani pritet një formalizim, por siç e përmenda,
është proces kompleks sepse Kosova ka edhe shumë shtete që punojnë kundër nesh, kështu që duhet të kemi kujdes që vetëm me Kosovën ta vendosim si të parën. Pra ju po thoni se keni thynimit të çnjohjeve të Kosovës, se ka ndryshu paradigma, po krijohet një paradigme re në procesin e njohjeve të Kosovës, marrë parasysh se Serbia ka bërë një përpjekje të madhe për ta parandalu? Po, dhe ajo që dua ta shtoj është që është rezultati shumë viteve punë, nuk është që vetëm këta muajt e fundit po bëhet, por tani është krijuar një momentum shumë i mirë. Dhe është mirë që me këtë momentum të vazhdohet, që secili prej nesh, pavarësisht ta jemi sot në pushtet, në opozit, në shoqëri civile, në media, të japim kontributin tonë në këtë drejtim, sepse besoni që vlen ky kontribut, edhe kur ju si gazetar shkruani publikisht për ta zëm arsyetimin e njohjes, pjesën e mbështetjes ndërkombëtare, për luftën e drejtë dhe gjatë të popullit Kosovës për lirik, kjo reflekton tek këto shtete, tek media të këtyre shteteve, e mos flasim kur ne si institucione punojmë të gjithë bashk, jo vetëm si pushtet, si që tash edhe me opozitën. Nuk kam punuar këto 4 vite me shumë njerëz nga opozita, nga shoqëria civile në Kosovë, jashtë Kosovës, sepse secili e ka një kontakt, e ka një relacion, e njeh dikë, dhe dua t'i falenderoj gjithë secilin për kontributin e madh që e kanë dhënë, edhe që këto 25 çnjohje të pretenduara nga Serbia ti rikthejmë, ti konfirmojmë, ti betonojmë, por edhe për njohjet e reja të cilat janë arritur. Mirë, sa kanë betur nga ato 25 që nuk janë më në njohjet Kosovës? Deri tani janë rikonfirmuar të gjitha fuqishëm, me ndihmën e aleatëve tanë, është një shtet me cilin jemi akoma në kontakt, nuk është që thonë që e kanë çnjohur Kosovën mirë, po ju duhet edhe pak kohë për të sqaruar disa gjëra, dhe edhe te ky shtet jam duke bashkëpunuar me njerëz në Kosovë të cilët janë në institucione, edhe në shoqëri civile, edhe në opozit, por mbi të gjitha me aleatët tonë të cilët po na ndihmojnë shumë në këtë proces. Ju po flisni për aleatët, ju thatë që keni pasur një proces të gjatë, nuk e keni ndërprer asnjëherë aktivitetin, por megjithatë janë 4 vjet kur Kosova nuk kishte njohje. E fundit ka ndodhur në shtator të vitit 2000, në 2020. Në ndërkohë, në fakt ky ishte problemi mos koordinimit ndërinstitucional apo i mos koordinimit me bashkinë ndërkombëtare. Cili është problemi që ka ndodhur në këto 4 vite? Rikonfirmimi i atyre që Serbia i pretendonte si çnjohje në fakt është edhe një lloj njohje për Kosovën, është proces shumë i rëndësishëm, prandaj unë nuk do doja ta konsideroja punën e bërë gjatë këtyre viteve si zero. Ka qenë punë e madhe edhe me përkrajën e aleatëve tanë që t'i rikthejmë, t'i betonojmë, t'i konfirmojmë këto njohje dhe duhet të vazhdojmë ta bëjmë, sepse disa prej tyre janë fragjile në kontekstin që ndryshojnë qeverit dhe ne duhet menjëherë të diskutojmë me ta, ti rikonfirmojmë relacionet tona. Shumë prej vendeve kemi arritur edhe ti lidhim marrëdhënie diplomatike edhe të akreditojmë ambasador, pra është punë e pandalshme, pra me secilin shtet, qoftë shteti i madh, qoftë shteti i vogël, duhet kontakt i përditshëm. Dhe këto bëhen shpeshherë ne nuk e trumbetojmë këtë punë në 90% të rasteve, mirë, po kjo bëhet në baza ditore. Por ju keni të drejtë kur thoni që suksesi varet edhe nga ajo se sa i mbajmë ne të forta aleancat tona kryesore. Shtetet e Bashkuara me Bashkimin Evropian, me shtete si Turqia, dhe nganjëherë kur nuk ka pajtim me ta për çështje të rëndësishme, ata edhe ndalin ndoshta tempon e angazhimit të tyre për njohje. Ndodhet edhe për shkak të mos aktivitetit institucioneve të Kosovës. Jo, institucionet e Kosovës, po flas për presidencën. Po presidenca është institucioni kryesor që udhëheq politikën e jashtme, jo diplomacinë. Diplomacia është e ndarë, udhëhiqet nga Ministria e Jashtme, mirë, po politikën e jashtme si të tillë e udhëheq presidenca. Ne nuk e kemi ndalë kur koordinimin me aleatët, nuk e kemi ndalë kur punën me ta në kontekst të fuqizimit të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës nëpërmjet njohjeve të reja, konfirmimit të atyre ekzistuese, por edhe sa i përket përgatitjes së terrenit për antarësim në organizata ndërkombëtare, është proces i gjatë, nuk kryhet brenda natës, por sa më shumë që ne punojmë afër me aleatët, aq më shumë shohim fryte dhe rezultate, siç u po edhe nga puna ime e afërt me presidentin Erdogan, i cili i ka qëndruar gjithnjë afër Kosovës, por tash po e shohim edhe më konkretisht përtej mbështetjes ekonomike, mbështetjes ushtarake, po e shohim edhe mbështetjen konkrete edhe në këtë proces.
Ju pyeta për arsye se kritikët tuaj pasi ndodhi njohja nga Sudani, thanë se po e luni tamam rolin e faktorit kryesor në Kosovë në politikën e jashtme dhe në momentet që jeni të pavarur nga qeveria ju po bëni punë më të madhe. Pra kishit deri tani një lloj ta quaj trysnie prej qeverisë Kosovës, kishit përpjekje për parandalimin e punës tuaj nga qeveria? Nuk, po tash kritikët gjithnjë do të flasin e do të gjejnë arsye për t'u ankuar, megjithatë puna ime nuk është ndalur këto 4 vite si presidente e Republikës së Kosovës, 4 vite nga prilli, që janë bërë në prill, dhe në këtë drejtim, natyrisht që kur ka më shumë bashkëpunim ndërinstitucional, rezultatet janë më të mëdha, kur ka më shumë bashkëpunim me aleatët, rezultatet janë më të mëdha, për puna jonë si presidencë nuk është ndalur asnjëherë. Nuk është që mua më duhet leje nga dikush për ta kryer punën time dhe kompetencat kushtetuese si udhëhecëse e politikës së jashtme, mirë po, siç e thash në fillim, kur të gjithë i bashkojmë forcat, me një synim të vetëm, si të dalë Kosova mirë, dhe këtu po flas institucionet Kosovës, pavarësisht a janë presidenca, apo qeveri, kuvend, në një anë, opozit, pastaj shoqëri civile, media dhe aleatët, që i kemi si shtyllë ekzistenciale për këtë sukses, rezultatet nuk mungojnë. Tani e kam thënë edhe më herët, po e përsëris, koordinimi me aleatët nuk është nënshtrim, nuk është subordinim. Edhe shtetet më të mëdha, si Amerika, kërkojnë koordinim për çështje të caktuara. Shtetet e Bashkimit Evropian ulen dhe koordinohen mes vete. Kjo është vlerë, nuk është nënshtrim. Është vlera më e madhe në fakt që mund ta tregoj Kosova në procesin e saj të shtetëndërtimit, që ne tani jemi të fortë, jo vetëm shkaku i punës tonë për brenda, por edhe për shkak se reflektojmë pozitivisht këtë edhe jashtë kufive tonë. Por marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është lënduar, presidente. Si do ta riktheni tani këtë proces të një marrëdhënie normale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ka kohë që me Washingtonin zyrtar ka pasur përplasje, posaçërisht mes qeverisë dhe Washingtonit. Unë jam duke punuar intensivisht me administratën e presidentit Trump, në mënyrë që kjo aleancë të fuqizohet mëtej, ka një sër hapash që tashmë i kemi ndërmarrë, që janë në proces të cilët nuk mund për momentin t'i bëj publik për shkak se janë duke ushqyrtuar nga administrata Trump. Në atë administratë ka miq të mëdhej të Kosovës, siç e dini, unë kam pasur një diskutim edhe me vetë presidentin Trump në dhjetor të vitit të kaluar, të fokusuar konkretisht në çështje të sigurisë, në mbrojtjen e Kosovës. Pastaj kam pasur një diskutim të shkurtër edhe me zëvendës presidentin J.D. Vance, me njerëz të administratës së re në Departamentin e Shtetit, me shumë kongresmen e senator me ndikim në këtë administratë dhe dua ta them që populli i Kosovës duhet ta di që në këtë administratë ka miq të mëdhej, ka përkras të mëdhej, ka njerëz të cilët kanë kontribuar për Kosovën nga vitet e 90-ta dhe nuk e harrojnë kurrë që ky është sukses. Kosova është suksesi i tyre. Pra do ta mbajmë si të tillë, si histori e suksesi, por ne duhet ta kuptojmë që shpeshherë kur aleatët tonë vijnë te ne me kërkesa të caktuara, natyrisht ne mbrojmë sovranitetin tonë, integritetin territorial, shtetësinë tonë, po për çështje të caktuara duhet të ulim të bisedojmë me korrektesë maksimale, duke ju dhënë edhe atyre respektin që e meritojmë. Ne nuk duhet me aleatët tonë të bëjmë garë kush është më i mençur, por t'i bashkojmë forcat dhe mençuritë e të gjithëve në mënyrë që rezultati të jetë më i miri për popullin e Kosovës dhe për aleancat të cilat janë shtyllë e fortë e jona. Po në këtë mes i bashkuat forcat edhe me qeverinë e Kosovës kur bëhej fjalë për tarifat, kishin një kundërshtim kur kërkuat nga qeveria që të hiqen tarifat ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e kishit kundërshtimin nga posaçërisht ministri Hekuran Murati. Tani ju pengon, ju dëmton në këtë proces? E dëmton Kosovën dhe e ka dëmtuar interesin e Republikës së Kosovës jashtëmase, për shkak se atë propozim që unë e kam bërë brenda kompetencave të mia kushtetuese dhe nëpërmjet shkëmbimit të letrave, sepse komunikimin Twitter nuk ka qenë me qeverinë tonë, ka qenë me institucionet amerikane, pas këshillave dhe konsultimeve që i kam bërë me shumë miqe aleat në Shtetet e Bashkuara, ka bërë, pra, ajo kundërpërgjigje ishte një dëm i madh për Kosovën, sepse Kosova e pat një momentum të jashtëzakonshëm që ta fuqizonte aleancën me Amerikën në një moment
kur për Amerikën ka qenë esenciale se kush është shteti I parë që del me një propozim të tillë. Dhe unë kam qenë presidentja e shtetit të parë që ka dalë me atë propozim dhe ka qenë me rëndësi të dalim ne të parët. E humbëm hapën? Po, fatkeqësisht për shkak të kundër reagimit I cili ishte mbi të gjitha me mungesë të njohurive bazike se si funksionon kushtetuta dhe si funksionojnë institucionet e Kosovës, por ta lëm ato anash, tani ne kemi përgatitur si presidencë ligjin nëpërmjet të cilit do të hiqet kjo tarif një anshëm. Po flas sepse nuk ka asnjë racionalitet që Republika e Kosovës, Republika e Lirë e Kosovës, ku ende trupat me uniformën amerikane e mbrojnë kufirin ton, Serbisë t'i vendos 0 tarifa, kurse Amerikës, atyre ushtarëve që bashkë me policinë tonë na ruajnë kufirin, t'u vendos tarif. Për mua nuk ka asnjë racionalitet kjo. Prandaj ne kemi gati ligjin, do t'ja propozojmë kuvendit në momentin që konstituohet. Kam diskutuar me shumë deputet, jam e bindur që do të kaloj. Është për keqardhje që ka ardhur deri te kjo, sepse atë ditë është dashur thjesht të largohet tarifa me një nënshkrim të thjesht. Megjithatë, edhe unë kam shpresuar shumë që në atë moment do të shihet vetëm interesi I Kosovës dhe asgjë tjetër, se ne si individ nuk përfitojmë nga kjo që për vetëm Kosova do të përfitonte. Kjo nuk ka të bëjë me çështje fiskale, ka të bëjë me aleanca strategjike, ka të bëjë me objektiva strategjike dhe ka të bëjë me objektiva afatgjate. Duhet t'i shohim gjërat përtej hundës son, duhet të shohim se si përparon Kosova. Ajo ka qenë një mënyrë shumë e mirë nëpërmjet cilës do të përparonte aleanca jon, u parandaluan atë moment, por ne do ta kryejmë këtë punë, do ta realizojmë shumë shpejt. Do ta bëni në momentin që krijohet Kuvendi I Kosovës. Po. Jeni të bindur që Kuvendi I Kosovës do të konstituohet në ditën e 15 prillit? Po, tani unë nuk mund t'ju jap këtë përgjigje, sepse kjo varet shumë nga deputetët e kuvendit, nga partitë politike. Shpresoj shumë që të bëhet një gjë e tillë, është në interes Kosovës që të kemi konsolidim të shpejtë të gjitha institucioneve. Kosova ka shumë punë të cilat duhet kryer urgjentisht dhe kuvendi është I domosdoshëm për një gjë të tillë, prandaj mbes me shpresë që me datën 15 të jetë një ditë e suksesshme për gjithë Kosovën. Të ju jeni në detyrën tuaj kushtetuese pas 15 prillit. Patjetër aty do të jetë. Do ta mbroni me devotshmëri Kushtetutën e Kosovës në çfarëdo rasti. Si gjithnjë. Dhe më thoni e dëmton në një formë procesin e konsolidimit ndërkombëtar të Kosovës, posaçërisht faktin në qoftë se do të kishte, hipotetikisht po flas, në qoftë se do të kishte zvarritje të procesit të krijimit të institucioneve të Kosovës, marr këtu parasysh faktin që jemi para një afati të dytë për antarësim në Këshillin e Evropës. Në aspektin praktik nuk do të duhej, sepse presidenca udhëheq politikën e jashtme dhe qeveria nuk I ka kompetencat e limituara përkundër faktit që është në detyrë nga 22 marsi e tutje. E përmenda faktin e Këshillit të Evropës. Megjithatë në aspektin e imazhit krijon një imazh të tillë. Dje kisha disa biseda me partnerët tanë, pikërisht sa I përket votimit në maj në Komitetin e Ministrave dhe shumë prej tyre pyesnin po a do të zgjedhet qeveria deri në atë moment e tjera. Pra krijohet një imazh I cili pastaj ju jap arsyetim ndoshta disa shteteve të thonë ta shtyjmë edhe një herë. Pra nuk do duhej që ne t'ju japnim askujt një arsyetim të tillë, shpresoj që do të kemi qeverinë dhe do të kemi kuvendin e konstituar shumë shpejt. Pra ju doni një qeveri si shton edhe Bashkimi Evropian, qeveri stabile dhe qeveri të quajtë ma gjithë përfshirëse? Kosova ka nevojë të ketë qeveri stabile, tani sa gjithë përfshirëse është ajo në aspektin partijak, I takon partive të vendosin, nuk më takon mua si presidente të ndërhyj në atë proces, më rëndësi është që të kemi qeveri të votuar në Parlamentin e Republikës së Kosovës, qeveri që e respekton Kushtetutën dhe që mbi të gjitha vendos interesin e Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve të saj. Kjo është më rëndësi. Faleminderit shumë, President. Faleminderit juve. Faleminderit. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas tha se tensionet në Ballkanin Perëndimor po rriten, andaj kërkoi që të vazhdojë procesi I zgjerimit të bllokut.
Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas tha se tensionet në Ballkanin Perëndimor po rritën, andaj kërkoi që të vazhdoj procesi i zgjerimit të bllokut. Ne shohim se po rritën tensionet dhe definitivisht duhet të lëvizim me procesin e zgjerimit dhe kjo është diçka e prekshme dhe vërtet na duhen histori suksesi, tha Kallas para takimit të Këshillit për Punë të Jashtme që mbahet në Luksemburg. Kallas nuk përmendi shtetet që sipas saj po rritën tensionet, por së voni në Bosnjë e Hercegovinë autoritetet në entitetin e Republikës Srpska kanë ndërmarrë disa veprime që kanë rritur shqetësimet e bashkësisë ndërkombëtare për shkëputjen e mundshme të këtij entiteti serb nga Bosnja. Po ashtu, tensionet mes Kosovës dhe Serbisë që dialogojnë për normalizim të raporteve që nga viti 2011 në Bruksel janë të larta, qysh në vitin 2023, kur kryetarët shqiptar morën drejtimin e 4 komunave në veri të banuara me shumicë serbe. Kryediplomatja evropiane tha se një natë më parë ka pasur darkë shumë të mirë me miqt nga Ballkani Perëndimor. Në këtë darkë Kosova është përfaqësuar nga ministrja në detyrë e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla. Përveç pjesëmarrjes në darkë, Gërvalla dhe Kallas kanë zhvilluar edhe një takim të ndarë. Kryediplomatja Gërvalla tha se ka kërkuar Kallasit që të trajtohet si partnere e barabartë dhe e respektuar në të gjitha proceset integruese. Nga shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Serbia, Maqedonia Veriut, Bosnjë e Hercegovina dhe Mali i Zi, Kosova është e fundit sa i përket rrugtimit të saj drejt BE-s. E ardhmja evropiane e Ballkanit Perëndimor nuk mund të jetë e plot pa Kosovën dhe mbështetja për vendin ton është mbështetje për një Evropë më demokratike, më të barabartë dhe më të bashkuar. Prania dhe angazhimi ynë i fuqishëm në rajon janë burim stabiliteti dhe sigurie për gjithë kontinentin, tha Gërvalla përmes një postimi në Facebook. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022, por ky aplikim ende nuk është shqyrtuar nga autoritetet në Bruksel. Kosova po ashtu është e vetmja në rajon që nuk e ka statusin e shtetit kandidat. Presidentja Vjosa Osmani tha se përplasja me qeveri në lidhje me kërkesën e saj për heqjen e tarifës prej 10% ndaj SBA-ve ka dëmtuar interesin strategjik të Kosovës. Kërkesën e Osmanit e kanë mbështetur edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë, duke thënë se do të ishte një akt i cili do të dëshmonte partneritetin e Kosovës me SBA-t. Kishte një kundërshtim kur kërkuat nga qeveria që të hiqen tarifat ndaj shteteve. Presidentja Vjosa Osmani ka deklaruar se përplasja me qeverin lidhur me kërkesën e saj për heqjen e tarifës prej 10% ndaj SBA-ve ka dëmtuar interesin strategjik të Kosovës. Ajo theksoi se refuzimi i kësaj kërkese nga ana e qeverisë dhe mungesa e veprimit në kohë e kanë penguar Kosovën të bëhet shteti i parë që heq tarifën ndaj SBA-ve, duke shtuar se një veprim i tillë do të ishte akt i domosdoshëm për të dëshmuar partneritetin e ngushtë të Kosovës dhe SBA-ve. Kërkesën e presidentes e ka mbështetur edhe përfaqësues të komunitetit të bizneseve. Kryetari i klubit të bizneseve Ilir Ibrahimi thot se tarifa reciproke SBA-ve ndaj Kosovës nuk ka shumë ndikim në ekonominë e vendit. Megjithatë, heqja e njëanshme e tarifës prej 10% për mallrat e SBA-ve do të ishte një dëshmi e partneritetit që ka Kosova me SBA-t. Nuk duhet parë vetëm shuma, pra në këtë rast nuk është kontabilitet marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara, është marrëdhënie strategjike. Pra ne duhet ta gjejmë mënyrën se si të vijemi në vëmendjen e administratës amerikane dhe kjo të bëhej lajm. Prandaj edhe e ka mirëpritur vendime dhe kemi bërë thirrje edhe qeverisë së Kosovës ne si klubi i biznesit që të merret parasysh heqja e tarifës ndaj Shtetit të Bashkuara, sepse kjo është marrëdhënia që kemi me këtë shtet të madh, të cilin ne gjithmonë e quajmë mik, por duhet të tregojmë edhe në momente të tilla se çfarë mund të bëjmë për këtë shtet mik. Marë parasysh rëndësinë që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën, kërkesa e presidentes për heqjen e tarifave është me vend, thot politologu Albinot Maloku. Megjithatë, sipas tij, këto kritika dhe kërkesa janë të vëndshme. Presidenti i Republikës Osmani Sadriu është dashur që në kryet herës të ketë rolin e presidentes, të cilin po
përfundim mandatit po provon ta luaj në formën se si do të duhej me luajt prej fillimit. Tani, kjo rrjedhë përveç se si do të duhej, përveç se si duhet, rrjedhë si pasojë e një raporti shkërmoqur me saj dhe Albin Kurti, që është partner i shkëlqyshëm i gjithë proceseve që kanë ndodhur së bashku mes tyre. Tani, kërkesat e saj për çdo gjë që ka ndodhur tani kohëve të fundit dhe rekomandimet janë të mira dhe të dukura. Por rrjedhoj me vonesë. Ndryshe, SHBA-t në 4 vitet e fundit vlerësohen të jenë i vetmi vend që Kosova ka bilans pozitiv tregtar, ndërsa Kosova deri në vitin 2020 ka pasur mundësi që të eksportojë mallra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga të gjitha llojet pa paguar asnjë tarif shtesë. Lufta tregtare mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës sa i përket tarifave të reja, sipas Odës Ekonomike të Kosovës, nuk pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë në vend. Në anën tjetër, sipas lidhjes së bizneseve të Kosovës, kjo gjë do të ndikojë pozitivisht në tregun kosovar. Një numër produktesh që zën vend në tregjet e Kosovës janë të importuara nga Kina, ku edhe të dhënat zyrtare tregojnë se Kina është ndër importueset kryesore në tregun kosovar, duke u renditur në vendin e tretë për nga volumi mallrave pas Gjermanisë dhe Turqisë. Së fundi, Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa në mallrat e importuara nga shumica e vendeve të botës. Mallrave nga Kina ju vendos një tarifë masive prej 104%. Kjo tarifë e vendosur nga SHBA-ja mund të shregullojë zinxhirin e furnizimit global, por që sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna, spritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë në Kosovë. Ndikimin përgjithësi në mënyrë ma globale ka ndikim për shkak se çrregullon zinxhirin e furnizimit. Dhe mirë po sa i përket ndikimit drejt për drejt në Kosovë, nuk e pres që kam e pas dhe një ndikim për arsye se nuk blemi mallra që kanë shku prej Kinës në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës ne marrim në Kosovë. Kështu që zakonisht importet që bëhen drejt për drejt për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe drejt për drejt për Kinës në Kosovë. Më shumë kjo ka me pas ndikim në raportet mes dy vendeve, domethënë që janë duke i rrit tarifat njëra me tjetrën, ndërsa si vendi tretë Kosova ne nuk kemi një marrëveshje tripalçe ose shumëpalçe. Vetëm gjatë vitit të kaluar, nga vlera e përgjithshme e importit prej 6.3 miliard eurosh sipas doganës së Kosovës, mbi 748 milion euro ose mbi 12% kanë qenë produkte kineze. Në anën tjetër, eksportet e Kosovës në Kinë kanë qenë të vogla me vlerë prej 426.000 eurosh, ose 0.1% të vlerës së përgjithshme të eksportit që është rreth 1 miliard euro. Sipas kryetarit të lidhjes së bizneseve të Kosovës, Besart Dreshaj, nga vendosja e këtyre tarifave, Kosova do të ketë përparësi afat shkurtër. Ai beson se tarifat e reja ndaj Kinës do të ndikojnë në uljen e çmimeve të produkteve. Po ne po e shohim tash me rastin e këtyne tarifave nga ana e Trumpit, kanë ndikuar me nerë ulja e çmimit të derivateve të naftës, por njëkohësisht do të kemi edhe ulje të çmimeve të produkteve të tregun e Kosovës me produktet e Kinës, e cilat do të mundohen ta kompenzojnë mungesën e tregut në Amerikë këtë pjesën tonë. Do thotë kjo ka më për rol pozitiv sa i përket afat shkurt në Republikën e Kosovës, sepse do të kemi produktet e Kinës me çmime të vëlefshme dhe me çmime të përshtatshme për standardin jetësor të Republikës Kosovës. Më 2 prill, presidenti i SHBA-s Donald Trump vendosi tarifa prej 34% ndaj mallrave kineze, si pjesë e një vendimi më të gjerë ku vendosi tarifa ndaj shumicës së partnerëve tregtar. Kosovës ju vendos tarifa bazë prej 10%. 2 ditë më vonë, më 4 prill, Kina u kundërpërgjigj me tarifa të njëjta ndaj mallrave amerikane. 4 ditë më vonë, SHBA-ja njoftoi për tarifa shtesë ndaj Kinës, duke arritur në 104% dhe duke i kërkuar Kinës që të tërheqë masat e saj. Më 9 prill, kur tarifat amerikane ndaj Kinës dhe vendeve të tjera nisën të zbatohen, Pekini njoftoi për rritjen e tarifës ndaj mallrave amerikane nga 34 në 84%. Nesër mbahet seanca konstituive e Kuvendit, ku pritet të zgjidhet kryetari i ri, nënkryetarët dhe betimi i deputetëve të legjislaturës së re. Por vetëvendosja si parti fituese ende nuk ka treguar emrin e kandidatit, ndërkohë jo të gjitha partitë opozitare premtojnë vot për kandidatin e lëvizjes vetëvendosje.
Rreth 3 muaj pas zgjedhjeve parlamentare këtë të martë mbahet seanca konstituive e kuvendit, pavarësisht insistimeve dhe raportimeve se kush do të jetë kryetari i kuvendit. Partia fituese e zgjedhjeve vetëvendosje që me kushtetuti takon të propozoj kandidatin e saj, nuk ka treguar ende për emrin. Në këtë subjekt politik kanë hezituar të flasin gjatë ditës para kamerës, duke i thënë televizionit 21 se nuk ka asnjë zhvillim të ri në këtë drejtim. Vetëvendosje nuk ka treguar as nëse i kanë siguruar votat nevojshme për konstituimin e kuvendit, por kanë thënë se në seancën e së martës do të bëhet e ditur gjithçka. Pavarësisht se cili do të jetë propozimi i vetëvendosjes për kryeparlamentar, nga PDK-ja dhe LDK-ja nuk kanë premtuar vot për kandidatin e vetëvendosjes. Deputeti i PDK-s Mergim Lushtaku u ka bërë thirrje edhe partive të tjera opozitare për një qëndrim të tillë. Nuk do të marrëm pjesë në votim derisa nuk kemi një zgjedhje të qëndrueshme për Kosovën. Ndërkohë, AAK-ja, e cila i ka 5 deputet, ka paralajmëruar se nuk do ta bllokojë konstituimin e kuvendit. Pra asnjëherë kemi penguar konstituimin e kuvendit, edhe këtë nuk e bojmë ndarash nga opozita, pra, kjo është princip, ju sikur që e dini, janë votuar dhe nën kryetarët e komuniteteve të gjithë, asnjëherë s'ka pas pengesha. Nuk e dim cili do të jetë emri, kush do të jetë. Haradinaj thotë se qeverinë nuk duhet ta formojë vetëvendosje, por partitë opozitare. Ai ka kritikuar partnerin e tij të koalicionit Fatmir Limajin për parafrim me Kurtin për formimin e qeverisë së re. Është një ndarje e turpshme për shkak se kemi shkuar në gjithë vendin, kemi kërkuar vot për ndryshim. S'kam komunikim nga intervista e funit e famshme e zotit Limaj. Kritikave të Haradinajt i është kundërpërgjigjur kryetari i nismes socialdemokrate Fatmir Limaj. Ai ka mohuar se ka marrëveshje me ndonjë subjekt politik për formimin e qeverisë së re. Nisma nuk ka marrëveshje me askund deri më sot. Unë nuk kam asnjë shkret nga askush, unë nuk kam pa në takim, në dakardim, në kund që dikush mos më taku. Nëse ju keni pa në takim, nëse keni pa në diku në marrëveshje, nëse keni pa në grupim, e ju një gazetar. Edhe nëse ka munguar unë, atëherë keni të drejtë me thonë, nuk di që ka pas një takim. Limaj beson fuqishëm se kthimi i nismes me 3 deputetet e saj në kuvend do të sjellë ndryshime për interesat e Kosovës. Ai tha se Kosova nuk ka kohë për të humbur në krijimin e institucioneve. Kushdo që ofrohet ne jemi të gatshëm me ul me bisedu. Ndërkohë, partitë minoritare jo serbe kanë deklaruar se do të votojnë për konstituimin e kuvendit, por janë të dyzuar sa i përket formimit të qeverisë. Nuk jam optimist që do të votojmë nesër për qeveri. Është proces i gjatë, nuk është herë e parë që mund të ndodhë një ngerç të shkurt. Jemi ka diskutojmë, jemi ka i shohim mundësi e një bashkëpunimi të mundshëm mes nesh. Shohim nëse janë numrat, domethënë kryet, sepse është mandatin e tij dhe jo, s'ka marrëveshje. Disa deputet të pakicave jo serbe që kanë pasur bashkëpunim me qeverinë Kurti, kanë thënë se mbështesin vazhdimin e qeverisjes nga Kurti. Për shkak se Kurti ka fituar zgjedhjet edhe ka shumicën e shqiptarëve. Zëvendës kryeministre në detyrë Emilia Rexhepi ka thënë se e di emrin e kandidatit për kryetar të kuvendit, por nuk ka treguar para gazetarëve se kush është ai. Ma e dim, ama këto duhet kryeministri të tha. Gjatë ditës janë regjistruar edhe deputetet e listës serbe, por ata nuk kanë treguar nëse do të marrin pjesë në seancën konstituive të kuvendit. Kjo seancë pritet të nisë në orën 10, në të cilën janë parapar 3 pika të rendit të ditës. Formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e korumit dhe mandateve të deputetëve, betimi i deputetëve, zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Forca e sigurisë së Kosovës ende nuk ka një bazë ajrore ushtarake. Anipse toka ish aeroportit Gjakovës është pronë e FSK-s dhe në rast mund të përdoret si bazë, Kosova prap nuk ka një aviacion ushtarak. Blerjet e armatimeve për ushtrinë e Kosovës, ku përfshihet edhe helikopteri, duket që po e pengojnë Rusi. Përfaqësuesi i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të mbajtur javën e kaluar përveç dezinformatave të tjera rreth Kosovës, ka përmendur edhe planet për blerjen e helikopterëve. Është bërë shpallja për tranzicion në fazën përfundimtare të ushtrisë së Kosovës, duke marrë materiale edhe nga vendet e NATO-s. Po flasim për drona, automjete të blinduara, sistem antitank, artilleri dhe armatime të tjera, planet e tyre për të blerë edhe sistem të mbrojtjes ajrore, por edhe helikopter, po vihen baza për industrinë e mbrojtjes lokale.
Осуществленная операция нанесла достаточно. Sipas drejtorit të institutit Oktopus, Arben Fetoshi, edhe pse Kosova është në ombrellën e NATO-s, kurdo që do të vijë mundësia që ky mision të largohet nga Kosova, Forca e Sigurisë së Kosovës duhet kompletuar mbrojtjen ushtarake ajrore. Në qoftë se i referohemi asaj që po ndodh aktualisht me konfliktet moderne, kur sulmet ajrore dhe sulmet përmes dronëve janë kthyer në element kyç, sa i përket konflikteve të sotme, pa diskutim që është shumë e rëndësishme që Kosova të fillojë ngritjen e kapaciteteve të bazave të veta ajrore, e në këtë kuptim krijimi i një baze ajrore do të ishte hapi i parë i cili do t'i mundsonte Kosovës kompletimin e infrastrukturës së saj mbrojtëse. Eksperti i sigurisë Avni Islami ka shtuar se gjatë luftës së fundit në Kosovë, brenda territorit të Kosovës, por edhe Serbisë, bombardimet kanë ardhur nga bazat ushtarake në avionët e Italisë e Turqisë. Kosova është e rrethuar nga vendet e Aleancës Veriatlantike, përjashto pra Serbinë, sa i përket ndërhyrjeve të shpejta me anë të aviacionit, pra aviacionet janë afër territorit të Kosovës dhe unë nuk mendoj që të ketë një bazë ushtarake të aviacionit. Nga Ministria e Mbrojtjes një përgjigje me shkrim, kanë thënë se sa po të ndërtohet kapaciteti i flotës ajrore, ish aeroporti Gjakovës mund të përdoret për qëllime të tilla. Ish aeroporti i Gjakovës është tashmë pronë e FSK-s dhe sapo të ndërtohen kapacitetet e flotës ajrore. I njëjti mund të përdoret për qëllime të tilla. Sigurisht se është e nevojshme përderisa planifikojmë që deri në vitin 2028 të ndërtojmë dhe kapacitetet ajrore të FSK-s. Sa i përket bazës ajrore në Golesh, e cila për ushtrinë serbe gjatë okupimit të Kosovës ka qenë baza kryesore ajrore. Ministria e Mbrojtjes nuk ka dashur ta komentoj, përndryshe kjo bazë aktualisht është në menaxhimin e KFOR-it. Me rastin e shënimit 14 prillit, ditës memoriale të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, presidentja Vjosa Osmani ka bërë homazhe para memorialit heroinat, por pa prezencën e medjave. Osmani tha se ende po mungon drejtësia për të mbjetuarit të dhunës seksuale dhe shtoi se përpjekjet për të fituar këtë drejtësi nuk do të ndalen. Presidentja Vjosa Osmani tha se së bashku me dy të mbjetuarat e luftës që kanë thyer heshtjen, Vasfien e Shyretën, do të vazhdojnë tutje për të fituar drejtësinë tranzicionale dhe të dëgjohet zëri i tyre në çdo cep të botës. Ngrejmë zërin ton kundër dhunës, ngrejmë zërin ton kundër një prej mjeteve më të lahtarshme që regjimi gjenocidal serb ka përdorur kundër popullit të Kosovës, dhunimin seksual gjatë luftës. Por mbi të gjitha ngrejmë zërin tonë për drejtësi. Drejtësia ka munguar për gjatë këtyre gati 26 vitesh për të gjithë të mbjetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Drejtësia po mungon akoma, por kjo nuk do të thotë që veprimet tona, që përpjekjet tona do të mungojnë. Ne do të vazhdojmë të i bashkojmë forcat, me Vasfien, me Shyretën, si të deleguara të posaçme të presidencës, për dhunën seksuale gjatë luftës, por edhe për drejtësinë tranzicionale. Dhe zëri ynë, ashtu siç është dëgjuar jo vetëm në Kosovë, por në çdo cep të botës, do të vazhdojë të dëgjohet edhe tash e tutje. Ndërsa e mbjetuara e dhunës seksuale nga regjimi serb Vasfie Krasniqi Gudman u shpreh se kjo ditë kujton momentet e saj më të vështira të jetës, por për të tashmë kjo ditë është ndëruar në forcë prej kur ka thyer heshtjen. Ajo kërkon nga të gjitha viktimat e dhunës seksuale që të thyejnë heshtjen dhe të mos ja falin Serbisë krimet që kanë bërë. Kjo ditë 14 prilli për mua ka qenë një ditë shumë e vështirë për vitet e tëra, por që nga sot kjo ditë do të shndrohet në forcë, jo vetëm për mua, por për 20.000 tjera. Unë jam krenare që zëri im i thej heshtjet, i thej tabut në shoqërinë tonë, edhe los të gjitha viktimat që të marrin guximin, të kanë vetë besimin që të flasin për atë që ka ndodhur, që mos ja falin në Serbisë, kur asnjëherë për krimet që ka bërë në Kosovë.
Edhe Shyreti Tahiri kërkon që të gjithë mbijetuarit e dhunës seksuale të kenë guxim e të flasin. Kjo ditë është shumë e rëndësishme për neve, edhe i ftoj gjithë mbijetuarit të kenë guximin si sot Dani Çepat. Në këtë përvjetor, Ramadani Shori theu heshtjen dhe u bë zëri i parë publik i burrave të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Në kuadër të datës 14 prillit, ditë që përkujton vuajtjet dhe traumat e atyre që kanë përjetuar dhunë seksuale për herë të parë, një burr, Ramadani Shori, i mbijetuar i dhunës seksuale, ka rrëfyer publikisht dhunën e përjetuar gjatë luftës së viteve 1998 dhe 1999. Në organizimin e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës për nder të ditës përkujtuese të këtyre të mbijetuarve, Ramadani Shori dha historinë e tij. Burri rreth të 50-ave nga Drenasi tha se guximi për të rrëfyer publikisht është që të mos mbetet rob i së kaluarës. Jam një burr, një babë, i cili po munduam me ndërtu një jetë normale. E kam bashkëshorten, cilëm kam mbështetë gjithë atë jetës. Dhe 3 fëmijë, cilët janë drita syve me. Dhe janë gjithçka për mua. Që njerëz të më shohin si një njeri që kam kaluar për shumë gjëra. Jam mundu shumë. Unë kam si korr. Fundin e shtatorit të vitit 1998, Ramadani Shori, atkohë 22 vjeçar, thotë se nuk do e harroj kurrë. Gjatë rrëfimit të tij publik, ai kujtoi ngjarjen e cila ia ndryshoi jetën përgjithmonë, teksa kujton se si është dërguar në stacionin policor në Drenas, ku edhe është dhunuar seksualisht. I mbijetuari i dhunës seksuale është dëshmitar edhe i masakrës në burgun e Dubravës, për çka tha se atkohë vdekja për mua ishte paqe. Lesion e dijes së Shkamran. Me 16 mars 2001 jam liru prej burgut, me ndihmën e kryqëtorëve. Ato jam kon i fejun. Dhe fed mas 2 ove jam martuar. Ato jetesha me prindë dhe lozë më shatë. Dhe me zi u martua, i thash vetës. Do të alon të kalun në Mropa dhe da filloj një jetë të re. Ta ndërtoj një familje. Atë se çfarë ndodhi e mbajti të fshehur për vite me radhë, madje nuk arriti të marrë guximin as për të kërkuar ndihmë profesionale. Sot dikon është të na puni mbi në turë tjetër. E di me shfarë sfida është të kaluaj. Dhe unë i thamë ati që ko shpresë, dhe mos më të rëzu korë. Dhe i thamë ati nëse turpe nuk është jone. Turpe është i atyne. Ndërsa vajza Ramadanit, flutura Nishori, tha se për kraja familjes ka vlerë të madhe. Eva Sfie Krasniqi Goodman, e cila është gruaja e parë që ndau rrëfimin e saj të dhunimit publikisht, tha se historia e Ramadani Shorit nga sot do të shndërrohet në guxim për të gjithë viktimat. Unë për fulem para vëdimit tanë, tjetojsh më një shoqëri se qena na, përveç e meritën respektin e të gjithë mejve. Faleminderit për guximin që ke, që nga sot 14 prilli nuk do të marrë mend si një ditë e vujtës për mua. Që nga sot, kjo dita të shndrohet në guxim për të gjithë viktimat. Edhe drejtoresha e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Feride Rushiti, tha se rrëfimi i Ramadanit është akt i rrallë. Ky moment nuk është vetëm moment rrëfimi personal, është thyrje e heshtjes së gjatë, është përballje me signën që e ka rënduar mbi supe, pothuajse mbi 2 dekada me radhë këtë burr, por edhe shumë burra të gra të tjera. Kur themi zëri im është forca ime, ne po e njohim dhe po e vlerësojmë guximin për të folur. Po ashtu po japim zë të gjithë atyre që ende nuk kanë mundur të flasin. Numri i personave të përdhënuar gjatë luftës së fundit në Kosovë nuk dihet, por raportohet por rreth 20.000.
Historitë e tyre nuk dihen sepse të mbijetuarit ende i druan stigmës e paragjykimit dhe heshtin. Kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë me kabinetin qeveritar ka bërë homazhe tek memoriali Heroinat në ditën memoriale të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Përmes shënimet të kësaj dite përkujtohen vuajtjet dhe traumat e atyre që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Kjo ditë synon të njohë padrejtësinë e përjetuar dhe traumën si pasojë e krimeve të tilla dhe njëkohësisht të resë ndërgjegjësimin për drejtësinë e vonuar dhe luftën kundër stigmës, shkroi kryeministri Kurti. Kosova prej vitesh është duke u përballur me braktisjen e vazhdueshme të mjekëve, por kohët e fundit është vënë pa edhe një shqetësim tjetër. Mjekët e QKUK-s po braktisin QKUK-n për spitale private. Në një mëngjes të zakonshëm të vitit 2002, një mjek Heshtazi hoqi për herë të fundit mantelin e barë në korridoret e QKUK-s. Pas se disa vite shërbim, Dr. Tala Gjinolli vendosi të mbyll një kapitull në sektorin publik dhe të hapte një të ri në atë privat. Ai theksoi se nuk ishte thjesht paga ajo që e shtyu drejt spitalit privat, por mbi të gjitha dëshironte të trajtohej me dinjitet ashtu si çdo mjek meriton, pasi që përvojat e tij, sugjerimet dhe përpjekjet për ndryshim shpesh përplaseshin me një mur të padukshëm, burokracie dhe neglizhence. Kur kaloi në sektorin privat, Dr. Gjinolli përjetoi diçka që nuk e kishte ndier prej kohësh, vlerësimin. Nuk ka qenë benefiti financiar kryesori që më ka detyruar më largu, po pikërisht mos organizimi ose çrregullimi i raporte brenda të institucionit publik shëndetësor ku nuk është respektuar meritokracia bën që shumica e profesionistëve, edhe ata që vlejnë, natyrisht, edhe që është financu edukimi tyre nga Republika e Kosovës, i lojnë, domethënë për një interes më të madh publik, i lojnë institucionet publike dhe kalojnë në institucione private, ku orari tyre është më fleksibil, të ardhurat janë më të mëdha, edhe mos harrojmë që institucionet private shëndetësore janë gjithmonë një hap përpara institucioneve publike, janë më fleksibile, investimet i kanë më të mëdha. Përjedhoi të migrimit të personelit shëndetësor brenda dhe jashtë vendit. Jo pa klinikat të QKUK-s po përballen me mungesë të mjekëve. Sipas Odës së mjekëve të Kosovës, vetëm gjatë vitit 2025 janë regjistruar 18 kërkesa për largimin e tyre. Migrimi vazhdon në ritme të njëjta për këtë vit. Deri më tani kemi 18 kërkesa për të kaluarën etike. Sa i përket lëvizjeve të mjekëve për brenda Kosovës, nuk besoj që është problem pasi që ata shërbimin po e japin pra brenda vendit, por kjo është talan për politikbërjen. Dr. Tala Gjinolli thekson se mungesa e shkollimit specialistik në Kosovë është një nga arsyet kyçe e largimit të mjekëve të rinj nga Kosova. Andaj vlerëson se nëse vazhdon kjo gjendje, QKUK-ja do të jetë në kolaps. Fatkeqësisht këto është planifikimi jo i mirë i specialistëve të ri, se mjekët që dalin, ata dojnë mu avancu. Dhe kemi një kontrol qendrore të specializimeve, që për mu, unë mendoj që është gabim. Nuk mund është tim me kriju specialist të ri me afate ose me konkurse. Specializimi është një edukim i vazhdueshëm i një mjeku, profesionisti shëndetësor, i cili bëhet gjatë tan jetës. Nuk ka periudha kohore, do thot me konkurse. Dhe çka bën Ministria e Shëndetësisë, shpall konkurs një herë në vjet. Ne kemi pas para 2 vite atë problemin që për 5 vite s'ka pas konkurse për specialist. Edhe kemi pas numër të madh mjekëve që kanë mbredh rrugëve se s'kan mujt me gjetë veten, si mjek i përgjithshëm. Se në institucione publike ka qenë numri i kufizuar, edhe ata patjetër kanë migruar jashtë. Largimi i specialistëve veçmas në klinikën e ORL-s e ka rënduar dukshëm funksionimin e kësaj klinike, duke lënë pezull shumë shërbime.
Banorët e lagjës Lakrisht të Prishtinës nuk përpajtohen me vendimin e komunës së Prishtinës për ndalim në kthimin gjysmërrethor në këtë lagje, pasi POA vështirëson qasjen në lagjën e tyre. Por zyrtarët komunës Prishtinës thonë se janë vendosur rrugë alternative për banorët përmes nënkalimeve dhe rrugëve dytësore. Jam në Lakrisht ku banorët po përballen me kufizimet e reja të qarkullimit. Ata thonë se POA pamundson hyrjet në lagjen e tyre. Fillimisht u ndalua gjysmërrethi tek Bill Clintoni e tani edhe te Santea. Luftar Braha, ekspert për digitalizimin dhe telekomunikacionin në komunën e Prishtinës, thotë se këto masa janë marrë për të rritur kapacitetin e rrugëve dhe për të përmirësuar qarkullimin sidomos në akset kryesore, si Bill Clintoni. Sipas tij, ndalimi gjysmërrethores në Lakrisht është bërë për shkak se infrastruktura nuk mbështet ndarjen e sigurt të kthimeve të tilla. Ndalimi i kthimeve gjysmërrethore është bërë për disa arsye. Këto kthime krijojnë bllokime, pika konflikti dhe rrisin rrezikun për aksidente, zgjasin kohën e pritjes në semafor. Infrastruktura nuk mbështet ndarjen e sigurt të kthimeve të tilla. Janë ofruar alternativa për qasje në Lakrisht përmes rrugëve si nënkalimi i stacionit të autobusëve, rruga Hekurudha dhe Bekem Fehmiu dhe rruga Robert Doll përmes pejtonit. Në anën tjetër, policia tha se nuk ka qenë e njoftuar për këtë vendim nga autoritetet e komunës së Prishtinës. Policia e kryeqytetit, përkatësisht drejtoria e policisë së kryeqytetit, nuk ka qenë e njoftuar lidhur me këtë vendim të ndërmarrë nga autoritetet komunale. Rrjedhimisht nënkuptohet se nuk kemi qenë pjesë e vendimarrjes për këtë. Policia e kryeqytetit, brenda përgjegjësisë që ka ndërmarrë veprime të nevojshme në drejtim të menaxhimit sa më të mirë dhe efikas të situatës së krijuar. Natyrisht, policia e kryeqytetit është në zbatim e sipër të këtij vendimi. Eksperti i komunikacionit Nol Deda thotë se bllokimi i gjysmëradhëve nuk i ka zvogluar pikat e konfliktit. Sipas tij, 1 ose 2 udhkryqe është dashur të lejohet kyçja në gjysmërreth. Në qoftë se ata në bazë të projektit sinjalizimit i kanë zvoglu pikat e konfliktit, atëherë në rregull. Në qoftë se nuk i kanë zvoglu pikat e konfliktit, është bërë sinjalizimi, atëherë sigurisht se ai projekt nuk është i studiu mirë, edhe pikërisht është ajo masanesi ndrohen këto sene. Në përkryqëzimin e rrugës, gjithmonë duhet mi këshyr kërkesat e qytetarëve, edhe në bazë të kërkesave të qytetarëve me kriju edhe projektin e sinjalizimit. Banorët e këtyre lagjeve kërkojnë zgjidhje të shpejtë, pasi siç thonë po detyrohen të përshkojnë gjysmën e qytetit për të kyçur në lagjet e tyre. Ka vështirësuar shumë se tash për shembull 5-6 semafora nuk i drejt më kthy kërkon për pit poshtë, do të më shku tash gati brek diell Italia unë sa për më kthye. Vështirësi më shkëgja shumë. A është harxhim plus ku? Po plus harxhim plus kolona plus tanat këto lidhen bashkë me qytetare, me kerre, me këta. Rrugë pak na kanë vështirësuar shumë komunikacioni. S'po di kush i ka bërë këto ndalesa kështu se shumë është pa lidhje. Tash shembull marr pi fushkosove. 1, 2, 3, 4, 5 të shkolla që me duhet me shku për me kthy mordhën e shpitalit. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.